Me zgjidhjen që po pilotojmë sot, prindrit nuk kanë më nevojë të shkojnë nga një sportel në tjetrin për të kryer procedura të ndryshme. Hap të rëndësishëm drejt modernizimit të shërbimeve publike në vendin tonë. Me lancimin e pilotimit të shërbimeve të integruara për lindjen e fëmijës, po hapim një kapitull të ri në mënyrën se si shteti ofron shërbime publike, më të afërta me qytetarin, më të koordinuara, më digjitale dhe më të thjeshta. Me zgjidhjen që po pilotojmë sot, prindrit nuk kanë më nevojë të shkojnë nga një sportel në tjetrin për të kryer procedura të ndryshme. Të gjitha të dhënat e nevojshme për regjistrimin e fëmijës, për benefitet që ju takojnë, për sistemin shëndetësor e për vaksinimin, mblidhen që në spital në momentin e lindjes dhe shpërndahen automatikisht të institucionet përkatëse. Hap të rëndësishëm drejt modernizimit të shërbimeve publike në vendin tonë. Qasja e shërbimeve të bazuara në ngjarje jetësore përfarson një transformim rrënjësor në mënyrë se si qytetarët ndërveprojnë me institucionet, duke sjellë shërbime tek qytetari në momentet më të rëndësishme të jetës së tyre. Në shëndetësi, kjo qasje ka rëndësi të veçantë, pasi momentet si lindja e një fëmije kërkojnë reagim të shpejtë, mbështetje gjithëpërfshirëse dhe koordinim të plotë ndër institucional.